Po, kështu kur i shes si fjalë, e ka një fuqi të jashtëzakonshme. Ne gjatë muajve të fundit kemi pas shumë takime në teren me qytetarë të ndryshëm, me organizata të ndryshme, me institucione, me sektorin privat, për me diskutu ma shumë se cilat janë sfidat që ata i shohin në mbrojtjen e ambientit dhe cilat do të ishin mundësit potenciale që ne duhet bashkarisht t'i shtyjmë përpara për me mbrojt ambientin tonë edhe me qenë sa ma të qasshëm tek resurset natyrale. Këto janë 3 fjalë që kanë dalë nga çdo takim që ne kemi mbajtur. Do të thonë me mbrojt ambientin, me dashur ambientin edhe me mbajt ambientin. Normalisht për neve nuk ka qenë edhe shumë e lehtë për shkak që gjatë viteve të fundit janë bajt shumë kampanja për mbrojtje të ambientit, edhe kur shtohet një kampanjë e re, është një farë presioni shoqëror që a mundemi me gjetë fjalë më të mira për me shty përpara këtë kampanjë dhe këtë slogan. Mirë po fjalët janë fuqishme, janë ritmike, janë fjalë cilat mbahen lehtë në mend, edhe realisht secila prej tyre e ka fuqinë e vet. Kështu që kjo kampanja ka filluar këtë javë, edhe sikur edhe dielli që ka qenë këtë javë kohën e mirë, edhe kampanja ka filluar në një javë edhe me një energji shumë të mirë, edhe eventin lansues cilin e patëm para 2 ditëve, ka qenë një event shumë i madh me mbi 130 pjesëmarrës nga gjitha institucionet, nga sektori privat, nga bizneset, nga universitetet, nga shkollat, edhe e ka dhënë një ndjenjë të mirë qysh në ditët e para të lancimit të saj, që na bën neve me kuptu edhe që është një sinjal që realisht kampanja është prit mirë. Normalisht kampanja ka një jetë gjatësi, cilën na po pretendojmë që nuk ka me përfundu me ne, po ka me vazhdu edhe ma tutje, edhe sidomos tek gjeneratat e reja, tek cilët realisht kampanja e ka qëllimin kryesor për me pas impaktin e saj. Po.